Po rikthehemi në studio, ora e saktë shënon 10:33 minuta dhe po ju themi mirë mëngjes të gjithë ata të cilët po zgjohen, jeni me emisionin Ka mëngjes. edhe nga ata që zgjohen në Kemi edhe këtë nga orë? ata Valbona, sigurisht që kemi edhe nga ata që po zgjohen me vonesë, Por ndërsa jam ne e sigurt për të gjithë ata që janë zgjuar kaq vonë, ju duhet edhe një dozë që të një dozë kafeje që dhe kush ringjallen, tjetër, me energji. Kush tjetër më mirë se sa Një miku maestro. jon, një maestro, një barista, si që e quajnë shumica e njerëzve. Besoj që e kemi në lidhje të drejtë për drejtë edhe Migjen Demën, të cilin i themi mirëmëngjesi Migjen. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi drejtëro, mirëmëngjesi Valbona. Valbona. S'është me rëndësi, s'ka lidhje. Migjen, faleminderit shumë për lidhjen të drejtë për drejtë që po e bëjmë konkretisht për shikuesit tanë në televizionin Alsat nga Prishtina. Si janë mëngjeset Migjen për ty? Si zgjohet një Të barista? zhurmshme, besoj, ha? Një barista zgjohet shumë herët, në 6, niset për në punë, e bën një kafe për vete, në fakt njerë fillim e kalibron aparatin, e bën një kafe për vete, shijon, tani basa se edhe një tjetër, pastaj janë nis punës. Do me thënë, një për njërin sy, një për tjetrin sy. Ashtu e thon Tritroi. Unë ashtu i them, një për njërin, një për tjetrin, edhe fillon puna bare mirë. Fillon. Migjen, ne do ta bëjmë këtë lidhje për shikuesit tanë, që t'i informojmë, sepse Kosova dhe gjithë diaspora u gëzuan me lajmin kur Kosova mori pjesë në një garë kompeticioni për baristat më të mirë në Itali që u mbajt dhe ju e keni zënë vendin e tretë. Ti ishe si përfaqësues i Kosovës në Itali që e keni marrë vendin e tretë për metodologjinë e kafes më të mirë, apo jo? Këtu është një gjë shumë interesante sepse italianët njihen për krijimin e kafes më të mirë, apo jo? Dhe vjen një Dibran nga Maqedonia në Kosovë dhe shkon në Itali dhe merr vendin e tretë në Europë apo në botë. Po ishte, do me thënë, një garë ndërkombëtare, ishin shtete shumë të forta botnore, edhe mu dha mundësia, ka qenë një moment shumë i veçantë i jetës teme, edhe unë kum punu me kafe, po jo në këtë nivel garues. Po puna dhe 26 vjeçare edhe në u shpërblyva në fund, nuk me një çmim për të cilën unë e mora edhe shumë mësova, edhe erdha këtu me një informacion të cilën fillova ta shpërndaj me shumë qejf. Përveç punës teknike, kafja është diçka shumë më e madhe se veç ajo. Migjen, në cilin moshë ke filluar ta konsumosh kafen? Migjenin në 9 vjeç, 8 vjeç. Unë kum pas stërgjyshen ajo kur isha i vogël, ajo e kishte një farë mullini të vogël gjyrari, edhe në shtëpi glunte kafen, bër. Do me thënë dikur edhe e piqnim, kishte një mulli special për të pjekur kafen, pastaj transferoheshte, pas si piqishte, në mulli e bluanim, edhe pinim kafe turke ishte ajo atër. Pej atëre si akum nis, po pastaj kur erdha si student në Prishtinë, ina të punoj në një bar, edhe më ra që ajo pjesa e aparatit të kafes, fillova të punoj, më pëlqente, kisha qef kafja kur të del të pëlqeje, të krije që e komunikimi me klientin, më krijonte një emocione dhe më bënte shumë të lumtur. Do më thënë, Migjen, ne edhe temën e sotme e kemi andihesh se po jeton jetën që ke ndëruar. Ti fillet e tua të para kanë qenë që vajte për studime në Prishtinë. Dhe si zakonisht çdo student, një punë të dytë e kërkon përveç se studimi. Dhe Migjeni u gjet në një kafe shumë të famshme atje në Prishtinë, ku filluan që të bëhen edhe macchiatot, filloi të del ai terminologjia e kafes me plumb pa plumb, ë? Është një ndër ata krijuesit e parë të asaj me plumb pa plumb. Dhe vazhdove Migjen që profesionin, ëndrrën e profesionit, e ktheve, e kanalizove konkretisht të ndryshoj rrjedha e jetës. Do të thonë, nga dëshira e studimeve të kalove në një profesion tjetër. Por a mund të themi që po e shijon ëndrrën tash, po jeton ëndrrën. A ka qenë kjo një ndër ëndrat e tua? Po, ka qenë një prej ëndrave të mia, do më thonë, unë po qëtash jem, si me thanë, jem pozicionu në një
një profesion për të cilën edhe më pëlqen ta bëj, nuk më jep stres, edhe më kaloj shumë mirë, edhe më di çfarë pune sa njerëz të ketë, sa si unë jam shumë i relaksuar. Gjesh i relaksum. bukur. Okej, shumë mirë. Më gjen të të pyes një pyetje, sepse shumë njerëz nuk e dinë që rreth 1000 aroma të ndryshme, të ndryshueshme, lishohen gjatë pjekjes së kafes. A është e vërtet kjo? Po, është e vërtet, shumë njerëz nuk e dinë se rreth 1000 aroma lëshohen gjatë pjekjes së kafes. Po, edhe çka është fakt interesant se kokra kalon deri 8 deri në 10 faza për të bërë një espresso e mirë që e pima. 8 deri në 10 faza. Po, do me thonë from bean to cup, çka i bjen prej nga fermeri deri te barista. Do më thonë fermeri që e kultivon, e rritën, e sjellën deri te barista, do më thonë janë 8 deri në 10 faza që mbrihet deri në gotën që e shijojmë ne. Po, shumë mendojnë se magjia ndodh në finxhan, por në fakt ajo fillon shumë herë, prej durve të fermerit. Do më thonë që nga kultivimi. bukur, po. Dhe është një gjë interesante se si është zbuluar kafeja, nuk e di, a ekziston ende si thënia ajo, disa lopë, disa bakti të cilët kanë kullotur në një lëndinë dhe kanë qëndruar gjatë kohës zgjuar, sepse kanë hëngër Kafe. bimën e kafes. Edhe aty është zbuluar edhe si, nuk e di, a është kështu e saktë. Po, ideali ka qenë, do me thonë, i ka marrë thënë dhijat, Apo dhija, po, bakti. Klajvi në Etiopi, edhe ata i kanë hëngër kokrat e kafes, edhe ja kanë nisë të bëhen pak më energji edhe kur ja kanë nisë të hulumtojnë, ja kanë marrë, në fillim e kanë përdor predikuesi për të bërë predikime kështu ma gjatë, edhe pastaj veç ja kanë nisë të zhvillohet, si me thanë, prej këtyne pushtimeve portugeze, spanjolle, Christopher Colombo, Vasco da Gama, çka kanë qenë këto, e kanë shpërnda fare në për shumë vende të botës. Latine, Dhe u bë pjesë e përditshmërisë tonë. Normalisht, mi gjen ka kafe të ndryshme, do më thënë ka kultura të ndryshme të kafes në mbar botën. Unë doha të di cila është kafeja jote e preferuar dhe cila është një ndër kafet më të kërkuar edhe nga klientët. Apo se si konsumohet Po. këtu tek ne. në fakt, shtash trendi kafes është u evolu me shpejtësi të madhe. Po, ka shumë lloje të ndryshme. Informacionet janë bërë shumë të shpejta se më para nuk kemi ditë. Shtash njerëzit kërkojnë kafe si thirret thirrë specialty kafe. Pej si me thamë një plantacionit, edhe çdo plantacioni ka ato aromat e veta. Shtash unë e pata një përvojë, isha në Istanbul Coffee Festival, edhe unë jem shumë i ndjek i trendet e kafes në botë. Në rata provoj kafen e cila kilogrami arriti para 3 muajve $30,000. Thirret e një geisha. $30,000 1 kilogram kafe. $30,000 1 kilogram kafe. Wow, e çfarë është e veçanta e kësaj? Ajo shkon ka mjalti dhe çokoladë. Wow. Mjalt dhe çokoladë. Është diçka, është E provove? E shijove? e provova, pata fatin ta provoj. është Edhe? beautiful. Shumë Të dolën flatrat, mi gjen, fluturove apo jo? Jes më dolën, po edhe isha super kurioz edhe desha të shoh çka ka aty, po më vërtet edhe se ka për shembull kjo geisha ka mjalt çokoladë, po ka edhe janë do kopiluar një kafshë e cila e han kokrën e kafës edhe jashtëqitja e saj bëhet kafe, do me thonë. Po është nga një kafshë kemi parë që është një ndër kafshët kafet më të shtrenjta në botë, më duket, a? Edhe ajo trajton. Edhe ajo është, ajo ka më tepër aciditet. Po, do me thonë, varjojnë kafet me fruta tropikale, janë të shishme, të tin ka lloj të ndryshme. Migjen, të flasim edhe për kulturën e kafes se si pije. Do më thënë në Itali, ata italianët e pinë shatës. Me shpejtësi, e pinë në këmbë, në Skandinavi e pinë atë kafen të filter kafe, që po qëndrojnë paksa më gjatë, po bisedojnë njëri me tjetrin, e diskutojnë, i stërgjasin. Ne kemi 2-3 orë. Lindja e mesme kemi këtë kafen turke, kemi të theksuar. Këtu tek ne themi kafja pa muhabet si kur s'ka lezet. A e stërgjasim muhabetin apo jo?
Po qëtash këtu ke neve kafja, deri qëtash është si një ritual si social. Do me thanë, hajde të pim kafe, bjen, hajde të shifemi, të bëjmë muhabete. Din, kafja është, hajde të shifemi. Një 3-4 orësh. Është ai sebepi për piktakimin edhe për diskutimet të shumta që mund t'i kemi. Edhe kur kemi në takim me rëndësi, din, thonë, atë dalim të pim kafe. Cila kafe konsumohet më shpesh tek ne? Të neve për momentin espresso e ka vendin e parë. Espresso është e para. Edhe ato pa plumb pastaj. Po, pa plumë. Më pëlqen ajo në Kosovë sepse ka një terminologji 70, 50, 20. Po. Domethënë përqindja e Cila elastisht është të finxhanit. espressoja ideale me përqindje? Espresso ideale është, domethënë, 100% arabika apo jo? Po, për varës tash 100% arabika është më e mirë. Edhe kur ka, domethënë, arabika e mund robustën, është shumë më e mirë. Sa më shumë arabika kafja, çaq më e mirë. Aq më mirë ndikon në Organizmi. Është tash, nëse robusta ka kofeinë të tepruar edhe rastet krijon edhe aritmi, edhe kur një aparati makina se më dhanë aparati kafes nuk është i pastruar mirë, mund të shkakton edhe dame shëndetësore. Unë për shembull e adhuroj më shumë robustën, e adhuroj më shumë, sepse ka më shumë kajmak, si i thomi kajmak. Ajo fliskron, ka shumë shkumë. Po shkumbur, unë për shembull, po se pati atë kafe, unë i them që është kafe, nuk është e bërë mirë, e kthej, duhet marrë tamam atë kafe që e dëshiroj, me shkumë. Por realisht ju kafe gjintë nuk e pëlqeni ata, sepse nuk është mirë e të pije. Edhe sidomos njerëzit si përdorin sheqer në espresso, mu më duket. Po. Urdhëroj thuaj Valbonës, Pikërisht për këtë pyetje unë desha të pyes sepse ndonjëherë shumë nga ne e teproj me sheqerin, që është domethënë shumë dëm për shëndetin ton, mirë po kur jemi te kafja, si mund ta zëvendësojmë sheqerin? Si mund të domethënë të përdorim diçka tjetër në vend të sheqerit që është të paktën më pak e dëmshme? Po, e para unë du të kum qejf ta daj, kur të pish një kafe, zgjidhe çfarë kafe pi. Edhe kur se ka kafe të ndryshme industriale të cilat edhe në shumica e mbo edhe trend biznisi, edhe nuk e shohin atë kualitetin, po unë kisha pasif ta zgjidhish kafen, edhe mos e përdor sheqerin, se kafja ka çokoladë, ka gjithçka aty si e zavendëson sheqerin. Po të paktën lene shijohe, po normale dhe durët e baristas se bëjnë atë dhe edhe mëse del kafja e keqe. Ma mirë mos e pi se i që sheqe. A e di si është më mirë, një kafe me një baklava? Një mix perfekt, a? Kjo është mbas buke, mbas dreke është kjo. Mbas dreke do t'jetë kështu. Shpresojmë. Migjen, më thuaj si të pritën miqtë të tu në Kosovë kur e morën vesh që ti e more vendin e tretë në Europë, konkretisht për si barista më i mirë, themi në Itali. Unë jem falenderues për miqtë e mi të cilët ma dhanë mundësinë të shkoj në garë kompeticione dhe jem shumë falenderues. Kur erdha këtu më pritën mirë edhe njerëzit më ka njoft këtu si migjen, po edhe qtash edhe më njofin si migjen si e du kafen edhe kum qejf të foli për kafen edhe çdo kafe jemja po është 100% e mirë, nuk ka shansa të dile keq. Edhe ja kum nis edhe ka pak çdo informacione që i daj me ju, i daj edhe me çdo njoni që ka nevojë të dihet diçka më shumë për kafe. Migjen, edhe dy pyetje kështu banale i kam, të themi, sepse shumica e njerëzve thonë kafja më e shkurtë, si thënë është më e rënda. Është e vërtet kjo? Edhe a duhet kafja nuk është e vërtet. Jo, nuk është e vërtet, se kafja e shkurt i ka krejt përbërësat më të mirë që aty. Kafja e gjatë ka kur të fillon se në gjys, kur del kafja deri 50% i bjen se që aty harxhohen krejt mirat e një shoti. Do më thënë, cila është... Ja nisë ma vonë, atërës fillon të bëhet ma e randë, fillon mundet me të munduhet e në lukë. Po, një kafe ideal është, si i thënë të na 50%. 50, gjysma e filxhanit i ka të gjitha ata vetit të mira të kafes. Mbi 50% fillon që të dëmtohet struktura e kafes. Fillon të alishon atë ujin e cila në garë,
në gara ishte nëse kafja në gjys duhet të del për 26 sekonda. Do të thënë çfarë të kalon më tepër kafja është e durë. 26 sekonda prej momentit që preket butoni. Po, edhe ata italianët më mësën se aty nuk isha sekonda, duhet vetë ti numërojsh vetë. Edhe ata thanë, po mi gjenë nëse donë me ditë sekondat me qenë afër, shko 101, 102, 103, më shko 134 se... Problem. Mi gjenë, a ka sekrete që publiku nuk i din për kafën? Duhet ta shoqëroj me ujë apo jo? Po, çka ne nuk dim në fakt për një kafe të mirë dhe cilësore? Unë e praktikoj dhe e shoh se i përcjelli kampionatet botërore që bëhen shumë të forta dhe një kafe e mirë duhet të jetë uji i pastër, se 98% e kafes është ujë. Nëse s'është ujë i pastër, nuk është ajo që duhet të del. Tjetra duhet të jetë një makina e pastër, nuk do me thënë se është makina e shtrenjtë edhe del kafja e mirë. Do me thënë një makinë e shtrenjtë nuk të garanton shihet të mirë, por një baris me pasion po. Tjetra duhet të jetë mullini të jetë të me thënë një mirë se duhet të jetë damzore për me blut kafen të mirë, edhe normal edhe dora njeriut, kur të qet dozerin, edhin me shtetë duhet me aprek pak, buzët nalt, edhin më sket kafe, edhin me dash pak për me të suportu. Sepse ka shumë gojdhana kur ndryshon koha, moti kur ndryshon, duhet që të hapet lagështia, duhet të kontrollohet. Nuk e di sa janë të vërteta, këta apo janë mite? Po edhe unë e thon mite, ka për shembull unë çka kum pa kafja kur pjeket i hub 20%, domethënë nëse o 1 kilogram shkon edhe disa e stërpikin me ujë, edhe kur e stërpikin me ujë ajo fryhet e fiton atë kilogramin e vet. Po këto janë banalitete, edhe nuk kom qejf, nuk punohet me kafe të keqe, punohet vetëm me kafe të mirë nëse do të kesh sukses. Mi gjenë, unë dua pak të ndaj eksperiencat e mia si studente kur kam qenë në këto udhëtime që udhëtoja për të punuar. Kam qenë në 2 vite me radhë dhe me një ëmbëltore, dhe pjesa ime ka qenë domethënë tek pjesa e kafes. Edhe që përmende domethënë pastrimi i aparatit ka qenë në mjaft domethënë një pjesë që nuk e doja as pak, sepse kishte shumë detaje të cilat u deshën që të jenë të pastërta dhe të gatshme për nesër, për të themi një kujdes më të mirë, po. Normalisht që po mirë, po për të gjithë ata që do të fillonin ndrimin e parë. Një kafe që kam pasur shumë të vështirë gjithmonë ta përgatis, espresso ka qenë një ndër proceset më të lehta, po ka qenë në kjo latte macchiato. Ajo ndarja e ngjyrave, si është domethënë të qumshtit dhe të shkumës, dhe pashtet e shotit, po. Me standarde, domethënë në gare kemi pas qumshti të jetë i volumë në 55 gradë. Domethënë me standarde botnore, domethënë qumshti duhet të jetë i volumë 55 gradë për të qenë një latte ose një macchiato që neve si e pim. Për të qëndruar espressoja lart. Po folëm me qumësht, apo? Po. Latte macchiato, po. Po, domethënë qumshti duhet të jetë i volumë 55 gradë. Këtu të neve përdorin kanë qejf të nxehtë, edhe unë kum klient vloma, edhe në gjek ma goja, Vloj e qumshti. Vloj qumshti. Unë nuk e di kështu me temperaturë, nuk e kam mbajt, mirë po me dorë, me nxehtësinë e dorës, disi e mësova, temperatura e dorës, ashtu e kam majt, derisa e përballonte është mirë, e gatshme. Mi gjenë, unë do doja, kemi shumë kërkesa, ka kërkesa të çuditshme nga qytetarët, nga njerëzit. Unë do doja të të pyes si e vlerëson kulturën e kafes në rajon këtu tek ne. Për shembull, ne a dim ta shijojmë kafen apo vetëm dim thjesht ta pim? Unë e fatmirësisht tash e shoh këtu te neve se njerëzit ja kanë nis ta njohin kafen. Kam filluar, a? Fatmirësisht, ma para jo, se edhin kafja ka qenë një gotuj me domos dhe ta shesh në tavolinë, tash edhin më duhet një kafe e mirë, edhin kanë edhe po them informacionet janë shpeshtu, edhe i ka nis njerëzit me pyet falë nga çfarë kafe keni, po m'pëlqen, çfarë nota ka, më thon ka çokoladë, ka portokall.
gradualisht, fatmirësisht mu më pëlqen se njerëzit këtu të ne ja kanë nisë të vetësohen për kafe. Po, sipas teje, cila është kafja më e mirë? Brazili, Etiopia apo Sa kolumbiane? pusha të pyet. Mu më pëlqen Etiopia dhe Jemeni. Këto të dyja janë. Në fakt, Hondurasi e ka qatë geisha Esmeralda, cila kushton $30,000, ka Kolumbia, po zdi mu Jemeni dhe Etiopia, që aty ja ka nisë krejt. Do më thënë Jemeni dhe Etiopia. Interesant. Aty ja ka nisë krejt. Të Janë shkojmë kafet të më të marrim mirë, ndonjë farë kështu dhe ta fillojmë ta mbjellim. Kemi kushtet Po klimaterike. kultivuesit më të mëdha të kafes është Brazil. Atëherë, Migjen, a do bëjmë një blitz pyetje kështu, shpejt do më përgjigjesh. No, Espresso apo macchiato? espresso, Me miq apo vetëm? me miq, Në mëngjes apo në mbrëmje? mëngjes, Ujë përpara apo pas kafes? të para. Edhe fjalia jote e preferuar më thoje për kafen, cila është? Një filxhan kafe nuk është vetëm një pije, është pushim, reflektim, takim, kujtim. Unë besoj që kafja e mirë i bashkon njerëzit pa pas nevojë për fjalë. Sa e bukur kjo. Sa e bukur. Migjen, edhe pse jemi në minutat e fundit, faleminderit shumë që ndave kohë, sepse e dim që tani ndoshta për të gjithë ata që po zgjohen pak më vonë është kafja e mëngjesit, mirë po neve që më i kemi pirë kafen e mëngjesit, por faleminderit Edhe shumë. një mesazh, ti kërkojmë një mesazh patjetër, Migjenit për normalisht, shikuesit nuk e tanë, përmbyllim emisionin pa mesazhin e Migjenit. Do na kthehesh në Maqedoni, do të qëndrosh në Prishtinë si janë. Jo, kur do që na kalon nga Shkupi, do e marrim, të do e ndalosh, fusim po. në një aparat, na bëjnë një kafe, ta shijojmë balkona. Unë jam shpërdam, unë shpinë në Dibër, prindet në Amerikë, unë në Prishtinë me nuse, me fëmijë, shtash ku do që t'jetë. Tash po sinon të ikën nga Etiopia atje, Nga Etiopia. më afër aromës të kafes. Plane kum një projekt të arshëm, që është plani i projekti arshëm i jemi, të cilën du vetë të shkoj atje, vetë të miren vesh me fermere dhe të bi qatë kokrë që më flenë mu, edhe më flenë se këtu edhe qumshtat, qëtash ja ka nisë të përdorën lloje të ndryshme të qumshtit, edhe unë synimi jam është të bini qumësht me shije gështenjë. Qumësh me shije gështenje, po, sepse kanë filluar edhe qumshtat të modifikohen, Po. ka me shije lejthie, Bademi, gështenje, po. bademi, janë të shumta. Edhe fëstëku. Kur ta bi ko të binë të ardhmen e afër nëse shkojnë punë që jena, Etiopi, Jemen, ferma, bjere kokrën e pjek këtu, pastaj edhe ja krijoni. Dhe ne sigurisht që do të kemi atë privilegjin për ta shijuar këtë kafe. Do të na thuash kur do vjen, a? Po. U veç qefin ma bonin. Migjen, unë vetëm për fund dua të pyes sa kafe në ditë janë të mjaftueshme. Espresso, flasim për espresso. Pritë të regoj unë pish espresso. Espresso e mirë, unë e pi shumë, nuk i numëroj për pije. Idealja sa është? Për ta mos tepruar, mirë po edhe mos të jemi mangas. Kur isha në Itali me ato mjeshtrat, ato shkojshin, theshin 13 kafe në ditë është minimum. 13 në ditë. 13 bashkë me qatë maestro në parë. Kur aj më të regojti, se aj tani ma spjegoj kafen edhe fillova edhe mu të më duket, në vërtet S'është normale kjo, më duket Është pak të 13. tepër, a? Ata që janë me shtypje shqetëson shumë. Po të shqetëson, pa e pinte. E ti si, për çdo person le të jetë një dozë e mjaftueshme, kur ta ndjejnë që është e mjaftueshme, aty duhet të ndalojnë. Dy kafe të mira për start gjithçysh. Do më thënë, 2 kafe e mbyllin kapitullin e ditës, Po, më e themi. nis ka punon, edhe më bën si italianët. Edhe pastaj hani ushqim të mirë, kafja pak të duhet, edhim për me... Po. Migjen, faleminderit Faleminderit shumë. shumë. Shumë faleminderit për ditën, për përkushtimin edhe kërkojmë ndjes sepse të kemi shkëputur edhe nga orari i punës, Faleminderit edhe ju, sepse me faleminderit. siguri që keni shumë klient tani në Faleminderit. këto orë të hershme të mëngjesit. Ne shpresojmë që kur ta sjellish kafen nga Etiopia do të vim atje dhe do ta shijojmë live me shikuesit tanë. apo jo, Faleminderit shumë, të uroj punë të mbarë dhe vikend të bukur. Edhe suksese shumë. Javë të bukur. Faleminderit shumë për kohën edhe ju për thirrjen si ma bëhet edhe unë dina i nderuar. Shumë faleminderit Për Migjen. të mira u pafshim. Miru pafshim. Gjithashtu,